Me parakalimin e 6 ekipeve pjesëmarrëse sot në stadiumin ndihmës Niko Dovana në Durrës, në mënyrë solemne u hap edicioni 21, turneu mbarkombëtar i futbollit për fëmijë Durrësi 2026. Ky turne mbarkombëtar është kthyer në një traditë të bukur sportive ku bashkohen ekipe dhe talente të reja nga të gjitha trojet shqiptare. Tetova, Ulqini, Peja, Bujanoci dhe ekipi Nikoqiri Durrësit, por kësaj radhe dhe Arbreshet e Zarës. Hapja solemne e turneut mbarkombëtar të futbollit për fëmijë u shoqërua dhe me një program artistik ku performuan grupi i valleve nga Durrësi. Organizatorët për televizionin Koha shprehen se qyteti i Durrësit për 2 ditë do të përjetojë emocione, garë të ndershme, miqësi dhe shpirt sportiv. Turneun e përshëndeti dhe kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami. Për mua kjo është një ndër organizimet më të mira mbarkombëtare, edhe nga ajo që mbledh të rit nga gjithë trojet etnike, por më shumë që nga vetë fakti që po zgjat 21 vjet. Pra sot është edicioni 21 dhe prandaj organizatorët përgëzoi dhe do kisha dashur që kështu organizime për 3 tanë të kemi në gjitha sportet dhe në gjitha fushat tjera, sepse vetëm kështu 3 tanë pa marrë parasysh dallimet dhe ndarjet e kufive që na kanë imponuar e kaluara, përsëri janë bashk, ashtu siç e tha edhe parafolsi, sepse na bashkon një gjuhë dhe një flamur. Në ndeshjen hapse, Durrësi mundi Pejën 2-1, ndërsa ndeshja midis Arbresheve të Zarës dhe Bujanovcit përfundoi me rezultat 4-0. Në orët e pasdites në program ishin ndeshjet Tetova Durrësi dhe Bujanoci Ulqini. Turneu vazhdon dhe nesër.